Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Urdhri i Allahut do të arrijë patjetër, andaj mos e shpejtoni atë. I lavdëruar qoftë ai dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë në adhurim. Me vullnetin e tij ai ja dërgon engjëjt me shpallje kujt të doj prej robërve të tij, duke u thënë: paralajmëroni se s'ka zot tjetër të denj për adhurim përveç meje, prandaj të më keni frikë mua. Ai ka krijuar qiejt dhe tokën me urtësi, i lartësuar qoftë ai mbi gjithçka që ja shoqërojnë në adhurim. Ai e ka krijuar njeriun prej një pike fare, por ja që ky bëhet kundërshtar i hapët. Kafshët ai ka krijuar për ju, nëpërmjet tyre ju siguroni rroba të ngrohta dhe dobi të tjera. Prej tyre ju ushqeheni dhe shikoni pamje të bukura kur i ktheni nga kullota dhe kur i nxirrni në kullota. Ato mbajnë barrët tuaja deri në vende të largëta, tek të cilat ju do të arrinit me mundim të madh. Me të vërtetë, Zoti juaj është i butë dhe mëshirëplot. Ai ka krijuar edhe kuajt, mushkat dhe gomerët, që ju t'i shaloni dhe t'i mbani për bukuri. Ai krijon edhe gjëra që ju nuk i dini. Allahu t'i takon që t'ju tregoj rrugën e drejtë, kur ka prej tyre edhe të shtrembra. Sikur të donte Allahu, do t'i uzonte të gjithë. Është ai që zbret nga qielli shi, i cili ju siguron ujë për të pirë dhe bën që të rriten bimët, që shërbejnë si ushqim për kafshët. Nëpërmjet tij rriten të lashtat, ullinjt, palmat, rrushi dhe frutat të lloj-llojshme. Këtu ka vërtet tregues të fuqisë hyjnore për njerëzit që kuptojnë. Ai ka bërë që ju ta shfrytëzoni natën dhe ditën, diellin dhe hënën, edhe yjet janë vënë në shërbimin tuaj me urdhrin e tij. Një mend, në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ai ka krijuar në tokë për ju çdo gjë me ngjyra dhe cilësi të ndryshme. Natyrisht që në këto ka shenja për njerëzit që u avon veshin. Është ai që ju ka vënë në shërbim detin, që ju të hani prej tij mish të freskët dhe të nxirrni nga ai stolit që mbani. Ti shes se si anijet e çajin atë, që ju të kërkoni mirësi të Allahut dhe të jeni mirënjohës. Ai ka vendosur male të palëvizshme në tokë, që ajo të mos tundet bashkë me ju, dhe ka krijuar lumenj e rrugë për të arritur aty ku synoni. Ai ka vënë edhe shenja të tjera, si dhe yjet, nëpërmjet të cilave njerëzit orientohen. Atëherë, a është njësoj si ai që krijon, si ai që nuk krijon? A nuk po merrni vesh? Nëse do t'i numëronit mirësitë e Allahut, nuk do të mund t'i llogarisnit ato. Allahu është vërtet falës dhe mëshirëplot. Ai di gjithçka që ju fshihni dhe që shfaqni haptazi, ndërsa idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut nuk krijojnë asgjë, ata vetë janë të krijuar. Ata janë të vdekur, pa kurfar gjallërie dhe as që e dinë se kur do të ringjallen. Zoti juaj është një Zot i vetëm. Ata që nuk besojnë në jetën tjetër, i kanë zemrat mohuese të së vërtetës dhe janë mendjemëdhenj. S'ka dyshim se Allahu di gjithçka që ata fshehin dhe që shfaqin haptazi. Me të drejtë, ai nuk i do mendjemëdhenjt. Kur atyre u thuhet, çfarë ka shpallur Zoti juaj, ata thonë, prallat e popujve të lashtë. Le të thonë kështu me qëllim që t'i mbajnë gjunahet e veta të plota në ditën e Kiametit, si dhe pjesën e gjunaheve të atyre që i quan në humbje nga padjenia. Sa e keqe është barra që do të partin ata. Edhe popujt që ishin para tyre kanë kurdisur dredhi, por Allahu u arrënoi godinën që nga themelet, kështu që kulmi i saj ra mbi ta dhe dënimi u erdhi andej nga nuk e prisnin. Pastaj në ditën e Kiametit, ai do t'i turproj e do t'u thotë: ku janë ortakët e mi, për shkak të të cilëve grindeshit me besimtarët? Ata të cilëve u është dhënë dituria do thonë: me të vërtetë, sot poshtërimi dhe dënimi do të bjerë mbi mosbesimtarët.